الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد. Të nderuar xhamat, fillimisht falenderojmë Zotin e Madh Xhelle Xhelalu për çdo begati që na jep. Salavatet dhe selamet, përshëndetjet tona mbi pejgamberin më të mirë, mbi zotëninë e gjithë njerëzimit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij besnik, familjes së tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Para se të fillojmë, pas falënderimeve ndaj Zotit dhe salavateve mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, falenderojmë hoxhën e xhamisë dhe kryesinë dhe këshillën e xhamisë që janë bërë sebeb që t'i ndajmë disa minuta para namazit të yacis dhe taravis, duke shfletuar nga libri i Zotit dhe suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam mbi gjërat të cilat duhet t'i keshim mësuar nga Ramazani. Ne të nderuar xhamat, jemi nga funi i Ramazanit. Allahun e lutim që kontributet tona, agjërimet tona t'i ketë bërë kabul, t'i ketë pranuar prej neve, por ende s'ka përfunduar. Ende jemi në mejdan, ende jemi në betejë, ende vazhdojmë për të kontribuar me gjitha kapacitetet tona për ta fituar xhenetin e Zotit, shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar xhamat, pasi që jemi nga fundi i Ramazanit, edhe mësimet duhet t'ja përshtatim dhe t'i nxjerrim nga fundi i Ramazanit. Çka bëm, çka na mbet dhe çka pas. Pra kemi kaluar pjesën ndërmuese të Ramazanit, na ka mbet pjesë e pakt e Ramazanit dhe çfarë e kemi edhe pjesën pas Bajramit. Andaj të nderuar xhamat, ndalim me disa prej mësimeve që duhet ne detyrimisht t'i kishim regjistruar në regjistrin e shpirtrave tonë. Njëra prej tyre të nderuar xhamat që duhet ta kemi marr, çfarë është ndjesia e vlerësimit të kohës. Shikoni të nderuar kohën, a shikoni se kalon? Shikoni kur e nisëm Ramazanin, kur po e përfundojmë. A nuk është shpejtësi e madhe? A nuk është nxitim i madh? A nuk është dinamik e cila nuk kapët, nuk ka mundësi me mu ngadalësue, sa i shpejt ishte fillimi, mesi, ja dhe fundi. Për këtë arsye të nderuar xhamat, nga kjo shpejtësi, le të dalim me një mësim që është shumë e rëndësishëm. Vlerësimi i kohës, vlerësimi i peshës që ka koha tek neve, dhe ta shfrytëzojmë mundësinë që jemi në kohë për ta mbush këtë kohën tonë me vepra të mira, me iman, me besim në Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye të nderuar xhamat, shiko, Allahu xhel xelalu betohet në shumë prej gjërave. Ne kemi të ndaluar mu betu në gjëra tjera përveç Allahut. Na kur bëjmë betoj na pasha Zotin, pasha Allahun. Ama Allahu kur betohet, ai betohet çka do e pikresave të veta. Njëra prej gjërave që është betuar Zoti i Madh xhel xelalu, cila është betuar atë surë që e dini të gjithë. Wal asri innal insana lafi khusrin. Pasha kohën. Dhe të nderuar xhamat, kohës arabët, e që me gjuhën e tyre ka zbrit Kur'ani në arabisht falmi. Apo el-Fatiha janë çështë lexon Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Në arabisht falmi, se Kur'ani ka zbrit arabisht. Edhe pse nuk jemi arab, ne vëna kemi besu pejgamberit arab. Andaj në gjuhën arabe zamani ka shumë fjalë. Për tyre fjala zaman. A dhe na e përdorna zamani, apo ka fjalë të ndryshme. Ka vakt, i thonë waqt, el-awqat. A dhe na vakti, çfarë vakti ka ardhur? Kjo arabisht, apo mirë, po të ndërum xhamat, kur e ka përmend Allahu subhanahu wa taala kohën, në vlerësimin e kohës e ka përdorur një fjalë e cila çfarë është? Është edhe kuptimi i kohës, por është edhe rëndësia në ta. Çush i ka thënë wal asri. Asr i thonë gjuhën arabe kujna ikindis. Ne i themi ikindi. Arabisht i thonë asr. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në luftën e Ahzabit, është shqetësue se ka thënë nga namazi i asrit. Çka asri? Namazi i ikindis. E çka është asr të nderuar xhamat? Shtrydhje. Kur e merr limanin, edhe e shtrydh portokallin, ajo çka del? Ky operacioni quhet asr. Çka na thot Allahu subhanahu wa taala? Pse e ka zgjedh fjalën asr për të betuar? Ju e keni përkthim atje në Kur'an, pasha kohën. Ama këtu koha ka shumë fjalë.
Qysh e ka përdor Allahu subhanahu wa taala pasha shtridhsin. Shtridh koha të ndërum xhamat. Ti nxin plot, ta nxin mjekrën. Ti kush të ka pjek tyje? Ti e ka një vogël. Kush të ka pjek? Kush të ka bodër çka s'mad? Apo ka rrit normal nana e baba e ke hangur ushqim. Por në këtë operim je zhvilluar mbas të kohës. Koha shtridh të ndërum xhamat. Andaj thonë njerëzit për shembull, me poezitë e tyre, koha i shëron plagët. A i shëron koha plagët? Ja, nuk i shëron koha plagët. Koha i harron plagët. A mi shëru, jo. Se s'ka mundësi koha me të që shërohet plaga. Me pas shëru koha plagë i ki shëru të sëmurët. Po nuk i shëron koha, kur gjënë. Koha është e curi, trajektore. Po këta syje të ndëruar xhamat, shiko. Allahu betohet në kohën. Dhe çka thot minjarë mas betimit? Pasha shtridhsin, pasha zamanin. Çdo njeri është i hupt. A mund të paramenoni të ndërum xhamat, njeri falet, agjeron, jep zekat, ban haq, jep sadaka, mban lidhet farabisnore, bën vepra të mira, edhe thot i mjeri one. I thot i mjeri one, ku për mua që ka gjetë. Po paramendoni ata që nuk agjerojnë, nuk falen, nuk japin zekat, nuk bëjnë haq, dhe nuk i ndalin haramet. Si kanë mja bërë për para Zotit? A sa shpejt shkon koha të ndërum xhamat? A e dini sa shpejt shkon koha? Sikur ki Ramazan. Wallahi veç kur kametara jo dit kur kimi u ballavaçu me melekul mautin. Me melekul mautin. Dhe kërkesa e parë që kam ia bë çdo insan, melekul mauti, cila qala rabbi irji'un. O Allah, kthejmë prapa. Por çka me të kthi prapa? A do me shku me pi kafe? A të ka marr malli për dikana? Jo. Çka të shkojë ndërmen? Jo. Allahu na ka thënë çka thot i vdekuri sa po tashe melekul mautin. Çka thot? Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Thot o Zot, am kthen veç edhe një herë. Veç edhe një herë. A ki pa njeri kur i dhen dhami, kur ka grip, o thot veç shnoshna. Veç dalë një herë une, veç dalë një herë ta shodu njajë. A më sani kur t'ja mundësën Allahu me dalë, çka thot? Fejda rakibu fil fulki. Allah thot kur hipin arabët e vjetër, kur kanë hip nanije, kur kanë hip njerëzit nanije, dhe janë konë pagan, janë konë lidhujtar. Edhe anija ka morë, apo me valë të veta, ka fillu era me fri, edhe valë të kanë shëtit anijen. Herja ka pa, ja ka kalzu vdekën djath, herja ka kalzu vdekën majt. Ha mos po vdes knena, ha mos po vdes anena. Da'ullahe mukhlisin e lehuddin. Allahu qëfar thot? Ju lutshin Allahut pastër. O Zot i madh, le idhuj, ti o Zot pështona. Ti veç Zot i madh i e që na pështon. Qka thot Allahu gjele gjelalu? Fe idha në gjahum. E Zoti i pështon. Pështon apo? Të pështon për aeroplanit, të pështon për trenit, të pështon për smujës, të pështon për belajës, të shpon për sprovave, të shpoton për fukarallokit. E tash mas i pështove. Tash mas i pështove. Mas i pështove qish? Thot Allahu ja, kur dalin tokë, fejda ata bëjnë shirkë Allahu. Fejda hum ju shirikun. Ja, këto tash bëjnë shirkë. Por këta sy të ndërum xhamat, le ta marrim nga ky Ramazan, nga këtë dinamik, këtë shpejtësi, këtë eufori të Ramazanit, që po kalon më shpejt se drita, ta dim se zamani ka shumë vlerë të ndërum xhamat. Shikoj i riu kur është plakin, thot ky heci apo. Ai disa shpejt i vjen çaj zaman? Apo i riu ka vullnet, i vlon gjaki, këtë kura moshën e i vlon gjaki. Dhe e sheh, do njerë plakun, sheh familje vile pengesot. A e tash unë e kadal këta, ki po, vlon i riu, s'munët me e prit. I po mos haro, edhe ti ki marrë që ty. Edhe ti du të vishtaj zamani atina. Andaj, shiko, ta marim nga këj Ramazan, që të vlerësojmë kohën të ndërum xhamat. Ka qenë djetari madhi muslimanëve, ka pas emrin Ejub es-Sikhtayani. Që ka pas emrin djetari madhi për parët muslimanëve. Edhe, shiko, të na njerëzit kanë vakt, e këni pa tema që fari qelin, ti thu se kje ka imrin e Nuhit. I ka me tu 950 vjetë, apo 1780 vjetë, sikur që ka arë transmitimi nga Imam Ibn Kathiri. Jo vllati, që këtë temë shka e ke qelë të 20 vetë së në mshel. Mos qel tema shka së në mshel. Mos qel tema shka së në mshel. Dhe njerëzit kanë ko, kanë hapin debate. E njalin i njeri Ejubi Sikhtayani. Tha o imam, në alive pak bojnë muhabet, i kam do tema mi folë, tha. Që i tha Ejubi Sikhtayani? Nuk kam ko. O inderum, s'kam ko. Sepse ti që she matë kohën, edhe unë e dalojna. Unë se matë i kohën si ti. Unë e kohën e matë i kitë ndryshe. Apo, që i tha? Abe tha, unë e du me folë. Tha, unë e kohës kam, projekte kam. Kam veprimtari. Ajë që ka ka veprimtari të ndërru gjoda, e ki pas kovak. Ajë do dalë më shpejt, tajmë edhe e kam punë.
A keni pa pavarësisht a ka punë e dunjajës, a punë e ahiretit. I angazhuar, është i angazhuar. Dembeli ka vakt, apo kadal. Temën e çel të çeçerin ekspresos mosanena e zvarrit e çel tema. Na mi çel tema ti çelna, mi mshela problem. Dhe çka I tha Jube Shekhtayani, tha na le dillin, mos të ma hece vaktin, bojna muhabet. Për këtë arsye të nderuar xhamat, a ka mundsi na me dal Ramazanin? A mund na me dal kohën? Me thon nalu be, ka thon poeti, o I dini nalu. Apo njeri kur I ban 30 vjet, e shesa moshën më të mirë, pjekurin më të mirë, mesin apo, jo rastisht banorët e xhenetit kanë sa vjet? 33. As I rini I papjekt, as ka 40 që pak me I dhim kurrizi, jo, 33. Si cili për neve kish pas qef me 33? 33. Ama në këtë dunja s'kemi arë për këtë punë të ndërum gjëmat. Kemi arë më sprovue edhe me shku të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andë shka I tha Jube Shekhtayani, tha nale dilin. Për këtë arsye të ndërum gjëmat, vlerësoni kohën e juve, vlerësoni vaktin e juve, vlerësoni mëngjesin e juve, mesditën e juve, pasdarkën e juve. E qysh me vlerësue? Mbushe me vepra të mira. Mbushe vepra 1 sekunda I madh. Zoti të ndërum gjëmat, vdekja sa sekunda I duhen? Sa sekunda? Daki ashtë sa? Njeri qysh I kanë thonë, njeri thënë gjenazet, qati për qati. Për këtë arsye, nga ky Ramazan të ndërum gjëmat, çka e marrim? E marrim vlerën e kohës dhe kjo temë e madhe mund të themi shumë riajetet dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tjetra të ndëruar xhamat, cila është? Çka na ka kaplue, edhe çka duhet ta kaplon muslimanin? Ne agjërojmë nga frika e xhenemit. Dhe në fund të Ramazanit, masi e krim detyrën, çka bëjmë? Shpresojmë. Kjo është muslimani të ndëruar xhamat. Frigohet dhe shpreson. Ati I cili I merret një krah, bje. Ka thonë Imam Ahmedi, rahimahullahu ta'ala, shembulli besimtarit me shpresën dhe frigën është si shembulli I një zogut me 2 krah të vet. Po ja kpute njanin, patjetër është me mor gravitet poshtë dhe me radhë. Po ja heke njerit frigën, ai prishet. Dhe po ja heke shpresën, prishet. A mundi me paramenu njani për neve me agjeruë 30 dit, edhe mi thonë fund të kur farsh problemi s'kije. A hindi kush më punë me thonë njani, e bëjmë kontratën, caktojmë orarin e punës, kur ki marrë punë, cilat janë detyrat e tua, edhe në fund të tash normal, pala e cila jep krah, edhe është punë marrë, se shka thot, e une, të është tim kalzove ti dhe ristashme, e une qka kam une? Paramenu mi thonë, po ti na që shoqat humanitare, për ditë zoti, ja, thotë, unë për shoqat humanitare s'ka marrë këto. Ti në fund është me kallëzua, 500 euro, 1.000 euro, se e kam shpërblimin, se unë s'ka mundësi me punu për tyje. Kër e kanë dhënë besën ensarët, pejgamberit alayhis salatu wassalam në Aqabe, edhe e kanë marrë, kanë strehu pejgamberit alayhis salatu wassalam për me marrë Medine, dhe kër e kanë dhënë besën, me mbrojt, me erujt, mu kujdes për ta, njani për tëre u kanë ngrit dhe ka thonë kështu. Ka thonë, ja Rasulullah, ne të besojmë, të ndihmojmë, të përkrahim, të japim besën. Themalena, kështë logjik, e shëndosh, dhe nuk I ka thonë për nësam kur gjo. Që I tha, ja Rasulullah, për neve qka ka? A ko drejta gjërusi me thonë? Po për mu e vlo, me të ka 13 saat pa hangër, për mu e për falën 5 kohë namaz, që po jap zeqat, që po baj haxhin, që po mundona mos mi bë haramit. Çka ka për mua? Ka për ti. Çka I tha pejgamberi alayhis salam? Walakumul janna. E për ju tha është xheneti. Ti e pala e cila ke marrë detyra. Allahu është pala e cila ka dhënë detyra. A ki drejt mi thon Allahut, e mua Zot, mua ti takon shpërblimi, ti takon sevapi. Për këtë arsye të ndërum xhamat, 2 krahët me të cilat rrugton, fluturon zemra e besimtarit drejt Allahut, e cila frika dhe shpresa. Mos e hup kur shpresën dhe kur mos e prej frikën. Jo si plot muslimanëve çka bën për Bajram thot u ka bën kabull, çka u ka bën, shtash unë pigraj mo. Çka ku pigrano vëlla? Çka kemi bën mas Bajramit? Një muj ditë kemi muj baterinë. A keni pa vetë ju prishet telefoni? Gjithë ditë në adapter, edhe në kur ta heke prap bateri llova. Apo, nuk çashtu janë disa njerëz. Tan muin e ka marrë në Ramazan, agjurim, taravi, tamam ve Bajrami, prapë në xhamiki. Se këti u ka pris sistemi operativ, si punojnë bateriat. Apo, e muslimanit të ndërruar xhamat nuk do të bëhen kështu.
Allahu do të mjaftueshëm Ramazani me të majt deri Ramazanin tjetër. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, Xumaja deri në Xuma, Ramazani deri në Ramazan janë falje mëkatësh ndërmjet tyre. Çka i bie kjo? Ti ki tamam dritë, çka do të bën xuna deri Ramazanin tjetër me ta shlyje, me ta flak, me ta djeg. Pse? Se ki boll material. Apo ti e mush për shembull me rezervarin me lanë djegse, me nafta, me benzina, me gaz, me çka do e mush, dhe sa e mush, varësisht për pikës kur ki me shkuar. Dhe kur nëse ki me shku më gat se sa e ban rezervari jot, çka ban? E ban gati kështu. Thu pik këtu deri te pompa tjetër. Pe aty te pompa tjetër. Ja këto janë pompat e benzinës të ndurum xhamat. Ku ne marrim lëndë djegse në Ramazan i mbushim rezervaret tona, njëri thot, pa më çon mu kjo dën xheneta, çon dën xhenet çon. Njëri thot, po mu argjune, vjen tjetër Ramazan. Tjetri Allahu subhanahu wa taala sa për njerëzve dikush i ka agjëru këtu me neve 60 Ramazana, 70 Ramazana, na kena agjiler 90 vjeçar, 90 vjeçar. Po na që jemi gjenerat e re, i kemi kalu mbi 30 Ramazana, a nuk janë mjaftueshëm për të përmirësue? A nuk janë mjaftueshëm të ndërun xhamat për me përmirësue? Me 38 orë njeri e merr lejen e kerrit. Me 38 orë. Apo na 30 ditë ka sa? Ka 13 orë. Shtoja natën, edhe prapë në fund njani thot, nuk di mi gra. A dështim o kjo? Çka thot instruktori? Po këputa me Allah. Këputa do të mësue mesate, me orë, apo orë shtes, ligjerata shtes, mësime shtes, në fund thot, prapë gibet, prapë së më falna, prapë së më belon haramin. Pse? Se kalon shenjë. Andaj, friga prej Zotit Madh Xhelel Xhelalu vazhdimisht do të na shoqërojë edhe pas Ramazanit. Dhe tjetra shpresa. Me çdo të dia të ndërum xhamat mbahet njeriu. Por këtë arsye arrim me frikë në adhurim dhe në shpirtin tonë kemi Allahu pagun. Allahu është mëshirshëm. Të ndërum xhamat, Zoti Xhelel Xhelalu ka shumë dhe jep shumë dhe shpërblen shumë. A nuk kemi na njerëzimi rezultat i dashurisë tina? Çish kena ardhur në dunja? Si rezultat i kujna? Dëshirë Zotit. Ajna ka pru, piqti ujit. Ja, e pi prindi ujin, krijohet ujë tjetër, prej atij ujit krijohet njeri dhe vjen ti. Apo uj pa dëshira. Vetë këti thuj që di ujit, çka dobe, s'di me fol. Ama si të dale njeri thot që do këpuca si du. Keni ba fëmija 3 vjetë, sa ti bëjë, thot babi jo këto, atë tjera. Apo, kur ti bëjë 30, filozof bëndë. Kur ti bëjë 30, bëndë filozof, kur qonë si pëlqenë. A veç a i ko teka të veta. Pini ujit, pa as një dëshirë, Allahu e ban insanin me 1 milion dëshira. E ti e shef njerin kur gjo nuk e knaq. Pse? Pse i ka 1 milion dëshira? Allah e thot, po këto 1 milion dëshirat nuk të ngopin o insan, se piqit i ujtë, unë i këmë shpërti këto 1 milion dëshira. Dërtë përfundosh dhe une. Derit përfundosh të une. Andaj do Sheikhul Islam Ibn Taymiyya te rahimahullahu teala, dietari i madh i dietarëve të Damaskut, çka thot? Dëshirat e insanit e përvlojnë insanin deri sa kret këto dëshira, ti bëje një dëshirë dhe është Allahu subhanahu wa taala. Deri sa thot, tjetë kërkesa e ti një kërkesë. Veç kur ta lipsh Allahin më qetësohesh. A dhe tha Allahu subhanahu wa taala, duke përshkruar këtë val dhe këtë turbulencë të insanit, çka tha Allahu xhelel xhelalu, njerëzit thot, a ki pa njerëzit që përshkruajnë? Thot, ta bajnë një shtëpi, një gruaje, një familje, një vetur, një rrok, apo edhe stazhin mundësisht, sigurimin mjekësor, edhe thot e qesë o gjo mon lërë. Edhe mo hec ajo vetë. Nuk hec. Veç ku ta shiftu ka nervozu dishka gruja, edhe ti s'dimë së një me shpjegue, u ka nervozu fëmija, veç dalin pak nacia, veç dalin sprova. Njoni thot, po pse be o gjo nuk drejtohet? Që ne ka zonë, djetartë në ka zonë se ato për shket pun janë. Qka thanë? Allahu e ban këta. Nuk lë me rahat. Wallahi s'ka me të lën rahat. A di pse s'ka me të lën rahat? Se ti je në tokë tatina. Allahu gja kur i përshkujti këto turbulenca, çka tha? Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Veç me përmendjet Allahit që çon zemra. O pa po dhikr kot e kije. O pa u fal kot e kije. O le njëri thot, valla be o xhe, njëve një kuishi shumë i lumtura. Duket tije. O ma e ka be o xhe një kër vallahi i lumtura, valla duket tije. Çe ki di mundsi. Allah i po thot nuk ka i lumtur. Ti po thua i lumtur, cili atë thon sakt? Cili atë thon sakt?
Pashallah me pasqyre, sikur se i fsiti që për ta regjistron shpejtësien, me me inë zemër, thot që i khulli Islamu të imije, sikur Allahut në zbulonte prej mërzive dhe piklimive të zemrave të njerëzve, kishmi me kajtë për to. Mi thot, po ty shumë kanë të mërzitve, vëlla. Unë e ku menu që ti në Mercedes ati mrejna jetu knaq. A i thot, jo pa vëlla, veç shpirti jam e di, apo thot, veç shpirti jam e di se qka jam të hek. E të ndërum gjemat, nëse na si hoxalar, na ka mundësu Zotim pak problemet njerëzve që vati parazesin ato. Edhe sa prej njerëzve na i thojna, o i ndërum, atë që të problemi kiti ja. Pa e dibe se ti jetën tani lakmoj njerëzit, thot vallaj, gjunajan ato shkam lakmojnë muhe. Ne njohëmi njerëzit pasur, afarista, biznismena. Ata janë nga të shumë kitë pasurin e vetë me edhan, veç Allah një bela që ka i ka spërvu me ta, mësë me edhan. Apo, dhe ti ata së mundesh me paramenduhe. Sa shpesh neve në dhënë, o gjo filani, valla, shumë topi ka, senët i ka kitë mirë, apo, në i thëna, tama, ti nuk i di. Allahu që ka në thot, o, pas perdës si cëlit ka një siklet. Kjo është ligjë i Zotit. Le të rkebunne, tabakan, anë tabak. Allah thot, asë njerë s'kena mjë lërat. Pinë s'prove. Njëni thot, po, pse, apo. A këni po një thot, su banëm rahat. Kur su banëm rahat? Dhe s'kemi mu bëhe. Apo, sa mundohet bota, jo pache, jo siguri, jo të drejtat e njerëzve, veç ku të krisi dikun. Pse krisi, Zoti e ka lanë qështu. Zoti e ka lanë qështu. E pse që njëri me thonë, ka do njerëzim nuk ju kujtohet Zoti hiq. Kur ja qënë s'provë, thot, o Zot, apo të pikurja të prit me thonë që ta. Allah, pse ta qënë s'provë të ndërum gjëmat? Pse ta qënë s'provë? Si kur ti të thoje, o Zot, o Allah, të lutem, bëj istikfar, pa të s'provën, s'ta qënë. Po ti nuk po mërvesh, ti nuk po mërvesh, e duhet pak me të shkund. Ajo shkundja, shka e ka për qëllim me thonë, e kuptova. Për me nxjerr lutjen, Allah e qënë vështirësien. Allah për të me thonë, lutu me pak, lutu, se në dunja ke arë për mu lutë, për këtë asyje të ndërum gjëmat, nuk qetësohet robi deri ta, qëfar? Ta plotson adhurimin e tina. Tjeta të ndërum gjëmat, mos të mashtrohemi me veprat tona. Ku janë agjërimet tona? Ku janë taravitet tona? A ka dikush që ka majtë regjistër? Jo. A ka dikush që e ka të garantuar shpërblimin? Jo. Mos u mashtroni me vepra. Ne japim kontributin për Allahu shpërblim. Allahu është me mëshirën e tina. Andaj, shikona jena lodh. Vallahi jena lodh. Kush nuk lodhët? Apo, ditën kia agjërim, natën kie pini iftar deri në mëngjes kie aktivitete, si kur që të Allahu subhanahu wa taala. Fa idha faraghta fansab. Kur ti krish për të ditës, falu tash. E muslimani ka ditën të angazhume. Këtë kontributet të ndërum gjëmat. Nuk shumëzohen para rahmetin e Zotit. Këtë janë 0-0. Veç kur dale mëshira për para e ban nja. Edhe më sani morin ato kuptim. Apo, ne i bëjmë rretha shumë. Apo, po ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asnjani pi juve së shpëton të Allah me punën e vetë. Sa dush punon, sa dush mundoh, sa dush sakrifiko. Thanë sahabët, ja Rasulullah, edhe për ty vlen kjo. A dhe ti së shpëton me punët e tua, me këtë angazhim çka e kije. Tha, as une. Tha, po që shpëtoj me Rasulullah? Tha, illa en yataghammedani Allahu bi rahmetihi. Pos Allahu me nashtin rahmetin e vetë. E na të ndërum gjëmat që ta kuptojnë është ta. Na pse kena agjërue? Sebep. Ti e merë ujin, e gjunë në evadit tokën. Ti e sebep. Allahu e rritbimën. Ti e gjunë farën, Allahu e be vladin. Jo ti, Allahu e be vladin. Se ti mushe me ujë sa dush, këtë është ajo. Pa dhanë Allahu izën pa dhanë Allahu gjele gjelalu. Për këtë asyjë të ndërum gjëmat, ta kuptojmë se veprat tona nuk du të me kanë burim kënarije, por du të me kanë burim kok ullje, modest me kanë. Qa kam ba be une? Qa kam ba une për zotin tem? Qa kam, do më dhënë, 13 saat kënit, apo agjërushëm. Po pjesa tjetër, ushqime, kafe, restorane, kratësia, aventura. Pas Ramazanit, mos flasim për pas Ramazanit. Qka pojmë na për zotin të ndërum gjëmat? Transmeton Imam Hakimi, dhe me këta përfundojna, ka transmetuar Imam Hakimi në Mustadrekin e tina, në librin e haditheve të tina, nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se një njeri para neve ka adhuru Zotin 500 vjet. 500 vite.
E njani për neve për shembull i ka bo do punë dhe me njëherë fillon me u krekos, me majt vetën me të madh. Apo ka bo stazhun e thot. Ka punu thot, me të punojnë këto trito që thot, se unë e kam sos apo e s'ke sos kur gjë. Shikoni këtë rast të ndërum xhamat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 500 vjet adhurim. Thot veç shega ka hangur buk. Por ushqim e ka pas veç shegën dhe e ka pas që mos dalë shpesh në shkarkim dhe ngërkim. Apo dhe 500 vjet adhurim janë shumë. Dhe njeri normal se krenohet me ta. Zoti e ringjall ditën e Kiametit. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, i thot Zoti i madh, o robi jam, hyn xhenetin tem me rahmetin tem. Mirë po robi ki pa, thot ka dale, ja o thot me parët e mia. Keni pa do thot, ecë se tasën e pagun ti. Ja dhe ka dalë i kam parët. Kur ta kishit s'ka parë. Çfarë parë ki ti? Çfarë parë ki ti? A ni kontroll me një inspekcion me të ardh, ta turbullon këtë firmën ta turbullon, apo? E tani çka ndodh të ndërmë xhamat? Allahu ja thot hin me rahmetin tem. Ki thot, jo zot. Kam punë të mia unë. Çiko kam punë të mia. Njëri për neve lazdrohet thot kam punë të mia. Allah thot o robi jam, hin me rahmetin tem. Por s'dyti. Jo thot o zot. 500 vjet kam adhuruar. Edhe në fund prapa insiston. Allahu ja thot o robi jam, hin xhenat me rahmetin tem. Jo thot zot, do të më mot. E kur të vjen te matmja, rrezika e matmja. Apo keni pas shumë për dostave muslimanëve që kanë firma, kanë angazhime, edhe kanë tatime, apo por që kur të vjen puna e tatimit shtetit, ata janë të rrept. Thot i ka shpot, thot o gjo mos pjek ta lloj me këto. Ta gjejna 97 2 mars në ora 5:34 pse se ke paguaj tatimin. Ku e gjetët me këtë tatim? E kena gjetë na thot. Sa ai kur ka ardhur me dënue. Ti thu çeve por 40 vjet i kam këtë rregull. Pse çat 2 marsin çat gjet pse se kije. Ta gjejna 9 orë ti, apo thon, o dyqani mshela ka thot çe kjo tatim se kije, po. Për një dinar ta bllokon të lë një muj pa punë. Mirë po kjo dunja është, përfundon një ditë. Në ahiret, kur insiston ki robi, o zot me punë të mia, atëri thot Zoti i madh xhelal me laqeve, bëre peshorën. Peshori e rana të ndërum gjëma. Peshori e rana. Para më në namot neve, 500 vjet o falki, hiç suka bo asnjëherë Allahu xhelal xhuna, veç shega ka hangër halal, edhe Zoti i madh xhelal thot mate pra. Mate mos e vë do me mat. Edhe thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, çish kanë me mat? Çish me mat? Ja morin 500 vjet adhurim, gëzohet ki, kanë janë anë e peshorës. Pështova, thot. 500 vjet ibadet, veç jam fal. Allahu që thot, nëzjerë një njënësin, njënin, dhe vënojën peshorën tjetër, anën tjetër peshorës. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, i fluturon punët sinin. Qa që ranon sinin, fluturojnë punët. Kur i shek i punë të fluturu, thot, o zot, a e lojna së qish thave në fillim? Qish ken fillim? Hin me? Rahmetin tem. Po neve të ndërum gjemat me kanë që ki robi që na matë zoti. Që kanë me qitë atin peshore? Që kena me qitë peshore? Po këtë asyri të ndërum gjemat. Elhamdulillah dhe gjithë ta lavdrimet janë për Zotin që Allah nuk e kalan me punët e tona. Me pasmet për punët e tona, lirë shpallë vetën gjenem lipi këtu. S'munësh, apo? Sigur, kur ja jep dënikujna dëni detyrë të komplikume, a ki pa? Ju ka qëllu me nejtë me matematikan? Ato e din me ngatru numrat, apo? I bën operacione ta kthejnë kështu, edhe ta e për shembull një detyrë, gjim sfaqe nuk mirët dhe shkatu thonë. Apo? Edhe mos ani thot, hajde zgjidhe. Edhe ti para menon me kon xheneti jot dhe xhenem jot i vart për çat detyrë. Çka i thu? Shtirëm xhenem vëlla. Shumë me zgjidhje këtë detyrë. Të ndërum xhamat, me vepra me shkut e Zoti nuk shpëtohet. A vepra çka? Sebeb. Allahu e bën njerin me sebeb në dunja, ama sebepin do t'i bane. Ti lëvroje arën, ti punoje arën, ti punoje baqën, ti vadite, ti ujite. Unë e rriti. Por këtë arsye Ibrahim alayhis salatu wassalam kur e ndërtoi qabën Allahut, çka tha Ibrahim alayhis salam? I tha Allahu jalla wa adhin fi an-nas bil hajj. Tha Ibrahim, thirrë njerëzit hax. Ai midis shkretinë asnjë njeri veç Ismaili aty. Edhe thotë Ibn Abbas radhiyallahu i tha Ibrahimi, o Allah, e kush nin këtu? A para më ti me hip dikun mal, atë dikun, edhe me bërtit. Po pse kujt ti zirti aty? Kur kush nin? Dikush thotë, po s'kena ni valla. Nuk kena ni, me gjithse e në kone mikrofonit, zmadhuzve, apo, share, Facebook, Instagrami, Twitteri. Aja ditë s'ka pas as nisen, as uj s'ka pas.
vetë Zemzemi u kanë. Atëherë thot Ibn Abbas radiallahu anhu, thot Zoti i Madh xhel xelalu, thot o Ibrahim, thirri ti, unë ju kallzoj. E çish ju kallzon? Thirri beti, dil thuj. O ju njerëz, ka dal Ibrahimi. O ju ku janë njerëzit? O ju njerëz, obligim e keni haxhin. O ju njerëz, obligim e keni haxhin. Dikush me paspo kështon. Ku shka të bëmë çki? Kujt ti fol çki? Të ndërmë xhamat na e kemi obligim me punue. Allahu xhela i arrin sukseset e punëve tona. Ti agjëro, ai e merr atë agjërim dhe çon me çat agjërim xhenet. Ti falu, ai Allahu e merr çat namazin tan edhe e ban sebeb për me hyrë në xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Të ndëruar xhamat, lutim Zotin e Madh në këtë fund të Ramazanit, që Allahu kontributet tona ti bën sebeb me fitu rahmetin e Zotit. E lutim Zotin e Madh xhel xelalu, që Allahu subhanahu wa taala në këto ditë dhe net të mëdhoja, që nuk ka më të mëdhoja pos ditët e Haxhit dhe Dhul-Hijjes. E lutim Zotin e Madh xhel xelalu që me rahmetin e vet, me maghfiretin e vet, me mëshirën e vet, me butësinë e vet na bën që të shkruhen emrat tonë te banorët e xhenetit ya rabbal alamin, e të fshihen emrat tonë prej banorëve të zjarrit. Lutim Zotin e Madh xhel xelalu që Allahu çdo mund, çdo djers, çdo kontribut që e kena bë, Allah mos na e çon huç ya rabbal alamin. E lutim Zotin e Madh, pasi që shumica e muslimanëve në vendet tona sidomos janë në rehati, janë në komoditet. Kini hangër iftar, pa ju nguc kërkush, pa ju shqetësu kërkush. Kini pi, ndoshta bile edhe kena tepru ka pak, Allah i na falt. Ama ke arë në xhami pa të bë kush probleme. A e dini sa muslimani me zise e ban iftarin? A e dini sa muslimani, atë nena e ka djalin, kënena o vetë së në shkon me bë iftar bashkë me ta, pi frigës armikut. Mos i haronin doat e juve, mos i haronin lutit e juve, edhe ata janë musliman, edhe ata janë vëllezëritor. Lutim Zotin e Madh që çdo të dopi musliman Allahu ta ndihmon. E këtë zullumqarë që janë për dunja, dhe këtë kriminalët dhe fesaxhit, Allahu ndërn me vetit i shpartallon ya rabbal alamin. Lutim Zotin e Madh që Allahu të na shikon me rahmetin e vet, na i pranon duat e tona, ti pranon lutjet e tona, ti fal gabimet e tona. Ku ja kemi qellu ka qenë pi Zotit, ku kemi gabu ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Lutim Allahun që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.